Në një plantazh të madh mandarine pranë lumit Buna, organizatori dhe menaxhuesi i plantazheve bujqësore Kasem Aslani ka folur për gjendjen aktuale të prodhimit të agrumeve dhe sfidat me të cilat po përballen fermerët në këtë sektor. Aslani aktualisht ka marrë përsipër menaxhimin e disa plantazheve, përfshirë edhe plantazhin me rreth 8.000 rrënj mandarine, pronë e zotit Rok Lulgjura, i cili ka besuar organizimin e plotë të procesit të punës. Sipas Aslanit, ky vit ka sjellë prodhim të bollshëm, por kushtet klimatike dhe ndryshimet e motit kanë ndikuar ndjeshëm në cilësinë e frutit. Në fillim, mandarina ishte shumë e mirë, por faktorët klimatike dëmtuan prodhimin. Përveç kësaj, po përballemi edhe me probleme të reja, si miza mesdhetare, të cilat më parë nuk i kishim shpretaj, duke theksuar se mungesa e dimrave të ftohtë ka shtuar sëmundjet dhe insektet. Një tjetër problem madhor mbetet shitja dhe tregu. Aslani thotë se konkurenca është shumë e fortë, veçanërisht nga tregu shqiptar, ndërkohë që prodhuesit vendor nuk janë të përgatitur për ta përballuar këtë konkurrencë. Organizimi i prodhimit është pothuajse 99% i mirë, por problemi kryesor mbetet shitja, thot ai. Tregu ishte i vogël dhe çmimet nuk e justifikojnë gjithë mundin. Problemi i mandarinës është pak problem shumë i madh. Në këtë parcel të cilit jemi, të cilit kemi ardhur për të na vizituar, është një parcel shumë e madhe, është diku afër 8.000 rrënj, të cilet kjo është plantazha e zotëri Rok Lulgjurit, i cili me këtë anë e falenderoj shumë, i cili ma ka besu punën time, se nuk është ka lej dikush me të lëshu djesën e vetë, por jam një njeri që mendim të zotit do t'i dalim. Po na tregoni roli yt, cili është? Për shembull flas për këtë plantazhin që jemi sot. Roli im është kështu. Unë jam një ndër organizator tash për tash, më me thonë një ndër organizator kryesor, të cilët e menaxhojnë mandarinën. Si të eksporti, si të grumbullimi, si të gjitha. Po, na tregoni pak për këtë vitin që jemi tani, sa është arritur të ketë edhe profit, por edhe sa është arritur të menaxhohet siç duhet mandarina këtë vit? Në këtë vit, mandarin ka shumë. Ka diçka mbi maz, mbi pesht, por në fillim unë shumë tepër mirë, ndërsa ndoshta edhe kushtet klimatike mori pak me shenjë shumë, dhe tash është shumë është ngadalësu. Edhe konkurenca bën të veten, sepse konkurenca është e madhe, Shqipëria është mega prodhim, kështu që edhe ne nuk jena ala të përgatitur që të luftojmë me konkurencë. Po, na flisni pak, keni edhe plantazhat tuaja? Kena, edhe plantazhet i kena. Plantazhet tona janë edhe të reja, janë disa duke ardhur, janë të ardhur, edhe bajagi kena shumë. Kështu që për çdo vit, plantacionet vinë duke ushtuar. Plantacionet vinë duke ushtuar, sepse një plantazh e cila është 4 vjeçare, vitin e ardhshëm hidhen në prodhim, kështu që edhe malli ka me shku duke ushtu, ndoshta edhe kriza duke u grumbullu shumë e ma shumë. Aslani bën apel që pushteti lokal dhe institucionet përkatëse të ofrojnë më shumë mbështetje për fermerët. Sipas tij, bujqësia është lënë në hije përballë turizmit dhe degëve të tjera ekonomike, ndërsa prodhuesit kanë nevojë për kushte më të mira dhe politika mbështetëse. Në komunë Dolçinit në veç turizmi ose një degë tjetër, ndërsa këtë degën e agrumeve e kanë lanë mas krash shumë. Por le ta ndëgjojnë gjithë shequst që edhe kjo është një sezon shumë e mirë, si me kanë sezon turistike të plazh, por më të thëmë ja vitet i parafron shumë, sepse unë po thëmë, pa falenderoj dhe gjithë prodhuesit të cilët ma kanë besu punën time, sepse nuk është e lehtë, kjo punë nuk është e lehtë, por organizimi është, mund me thonë që e kena vrit deri 99% në organizimi shumë i mirë, por shitja e kena tash në këtë kohë është problem. Po, na tregoni sa ishte mbështetja ndoshta edhe nga pushteti lokal? Po, nga pushteti lokal
nga pushteti lokal shikore, është ta të bujqësisë, unë e di se ndoshta edhe kriza bën veten, nuk janë aq të përgatitur me e përkrah bujkun prodhuesin aq shumë, sepse unë nuk jam një njeri politike si i deks politike, po jam njeri kështu i prodhimit bujqësisë, kështu që është edhe komuna lipet pak me vu dorën të prodhuesit. Që me adhan vullnetin i fije prodhuesit se për zotin për çdo ditë duke qofse vazhdoni kjo kështu, edhe prodhuesit kanë me çu shumë shpejt, kanë me çu dur. Menaxhimi i një plantazhi sipas Aslanit kërkon angazhim gjatë gjithë vitit, nga krastitja dhe plerimi në pranverë tek ujitja dhe mbrojtja gjatë verës. Ai thekson se kjo është një punë e rënda, afagjan ndaj shumica të rinjve nuk janë të prirur ta vazhdojnë. Kjo nuk është punë një vjeçare, por investim 30 apo 50 vite. Fatkeqësisht rreth 95% të rinjve sot nuk e duan këtë punë, përfundon Aslani. Në plantazh lypesh 12 muajt e vitit me qendrum brenda, pa t'jesh aty. Por puna më e madhe fillon prej fund shkurtit, marsi, prilli, sa aty fillon krasitja, plerimi, stërpikja, mirëmbajtja, gjitha. Gjatë verës, ujitja, ka, sidomos tash në këto vitet e fundit, ne hasim edhe në probleme tjera, shumë në për këto mizat mediterane që janë, ka gjithë çfarë intensitetesh, sepse edhe nuk ka as dimen më, dimen dikur s'kemi pas nevojë kaq shumë të rrim në për mandarina, por sa tash luftojmë me miza, luftojmë me gjithë çfarë insektesh që cilët ne nuk kemi bellafaqur kurrë me këta. Te ne është diçka shumë gjëra të reja, kështu që ndoshta edhe kjo është ena që ne si prodhues nuk i përdorim shumë edhe insekticidet e pesticidet sikur vendet rajonale, bela edhe ndoshta një aty hasim të problemi, kështu që ishte më thënë tjetër. Po, na tregoni edhe diçka të fundit, sa ka prodhues të rinj në këtë fushë? A mos po zbehet ndoshta pak nga rinia, apo po vazhdojnë me të njëjtat hapa që të mbjellurat flas siç është bërë dikur? Dëgjoni, prodhues e ri ka, nuk ka që nuk ka, edhe janë të interesuar, por kur ndigjojnë edhe hasin këto problemet të cilët se unë jam i përgatitur me gjitha, se jam i përgatitur me suksese, por jam i përgatitur edhe me dështime për rreziqe, dhe më thonë që aty lypesh me kënë njeri stabil, i cili se nuk mësh me thonë, sa të ish mirë se sa du me e mbjell, nesër ish keq se nesër nuk du me e mbjell, kjo nuk është bim që një mujore, po kjo është bim 20 vjeçare, 30 vjeçare, 50 vjeçare, kjo është pem që nuk mësh sat pa ecen, po sot pa vej, po nesër nuk ecen jo pa shkulli. E është problemi këto. E është problemi. Të rrit nuk din ta përballojnë. Po të rrit nuk e din, edhe ndoshta edhe nuk u intereson. Ndoshta edhe nuk u intereson kjo punë, nuk e di se. Ndoshta edhe të rrit mendojnë sot që mu bëa mbrenda natë dikun pasani ka, ndoshta edhe nuk ju pëlqen kjo punë, se dikuj edhe ka dhe ullje më marrë me bëjsi. Nëse nuk ndërmeren hapa konkret për mbështetjen e prodhuesve vendas, rreziku që shumë plantazhe të mbeten pa menaxhim dhe pa vazhdimsi është i madh. Sipas Kasem Aslanit, vetëm përmes bashkëpunimit mes fermerëve, institucioneve dhe tregut mund të ruhet kjo traditë bujqësore dhe të sigurohet ardhmja prodhimit të mandarines në këtë zonë.